Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim u ndal tek çështja e Belinda Ballukut. Gjykata kushtetuese e ktheu Ballukun në detyrë deri më 22 janar. Gjithashtu Rama theksoi se fatkeqësisht për herë të dytë gjykatësit prokuror duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë e të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve që ndrojnë ata togat e zeza të Shqipërisë. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke të llovitur shtetin e duke kthyer në një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës së ligjit, kërkon më dhe mos një reflektim po kaq ndërinstitucional, u shpreh ndër të tjera ai. Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke të llovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë dhe të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, togat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes, dhe sa? Përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spakun. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, dy indicie nuk përbëjnë një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra, nuk dua kursesi të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë me dojmos pavarësinë e gjyqësorit, po ku po ashtu nuk mundet kursesi të lejojmë me dojmos që kura të bëhet problem më i madh se smundja, duke rrezikuar lirit,
të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe të ekonomisë së vendit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se më 22 dhjetor do të nisë betejë e opozitës, një betejë e cila do të ndërpritet vetëm me rrëzimin e pushtetit. Gjithashtu shtoi se do të vazhdojë deri në krijimin e qeverisë teknike. Berisha dha dhe një koment për zgjedhjen e Endri Shabanit, avokat populli, duke thënë se mazhoranca tregoi se çdo formë bashkëpunimi me të është një fasad. Gjithashtu Berisha u pyet nga qytetarët se çfarë pret nga gjykata më 22 janar lidhur me çështjen e Belinda Ballukut, e Berisha tha se tani mos ka asnjë vlerë dhe se sipas tij janë dhënë shumë marramendse për këtë çështje. Kur kanë shkuar herën tjetër, Edi Rama ka kërkuar çarmatosin e tyre. Sa i vuan nga fobira. Ai ka menduar se për shkak të atyre që ka kryer dhe mund të arrestonin, mund të sonin urdhër arresti apo i gjë të tillë, dhe i ka detyruar të lanë, siç thot ai, patllaket me përçmim, t'i lanë tek oficeri i rojës, çka nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po këto janë fobitë e Edi Ramës, sepse Edi Rama, në qoftë se Lubi Balluku është bërë qartë në tunelin e Llogaras se si ka vepruar me Ergys drejtorin e përgjithshëm të rrugëve për tendrin e tunelit Llogaras. Edi Rama është shumë më i lidhur në këtë aferë se sa Lubi Balluku. Edi Rama ka marrë Lubi Ballukun e ka çuar në Ankara. Në Ankara është Edi Rama që ka organizuar takimin me kompanitë të cilave ja u dha tendrin me Lubia me 50 milion euro në shumë. Kështu që Edi Rama në fakt, në të vërtet, përbron vetëm vetën e tij. Por Edi Rama ka aferat të tmerrshme të tjera. Nuk është kopshti ai që Arben Ahmeta e ka quajtur kopshti privat i Edi Ramës apo Akshi. Ai është një nga epicendra më mafioze të korrupsionit, ku me regjistrime nga ne t'i dalim zot votës sonë. Të gjitha format e protestave do përdoren dhe duhet përdoren. Kur ndonjëherë më shumë, vendi nuk ka patur nevojë për kreativitetin, për guximin dhe vendosmërinë e idealistëve shqiptarë. Betej për të rikthyer votën e lirë, betej për shpëtimin e familjes shqiptare, pra e para për shpëtimin e demokracisë me votë e lirë, për shpëtimin e familjes shqiptare nga ligji i sapo miratur, për shpëtimin e Shqipërisë nga rrënimi përfundimtar i saj. Kështu që është kohë e misionarëve, por një gjë u siguroj, se Partia Demokratike gjersa të realizojë këtë qëllim, do qëndroj vetëm në funksion të tij. Protest dhe vetëm protest. Tasim Hasa, doktor, prej gati më shumë se një javë, Adriatik Lapaj me një grup të rinj po protestojnë pareshtur para kryeministrisë. Ju vetë dolët dhe dënuat dhunën ndaj protestuesve. Në protestën që ju do të zhvilloni, Lapaj përfshihet apo përjashtohet? Lapaj nuk përjashtohet dhe unë e përshëndes atë edhe e kam përshëndetur, edhe gestin e tij, edhe aktin e tij dhe protestën e tij të drejtë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, pas mbledhjes së kryesisë, tha se çdo agent jashtë linjës së partisë i shërben qeverisë, ndërsa përsëriti edhe një herë qëndrimin se ai vetë ka qenë kundër kandidaturës së Endri Shabanit për avokat populli, edhe pse ishte një ndër firmëtarët. Janë kapur të dy në flagrancë në një mega vjedhje në tunelin e Llogaras, gjithashtu edhe në aeroportin e Vlorës. Ata janë të dy peng të njëri tjetrit. Kjo mbledhje
kishte si qëllim për të diskutuar dhe për të bërë transparent shqiptarve për faktin që Edi Rama drejtësinë ose e ka nën kontroll ose në momentin që dikush e refuzon, ai del dhe sulmon. Sulmi i këtyre ditëve, presioni që është bërë gjykatës kushtetuese për ta nënshtruar dhe që në fund nënshtroi, tregon që në fund në Shqipëri reforma drejtësi ka vdekur dhe Edi Rama është drejtësia, Edi Rama është ekzekutivi, Edi Rama është media në Shqipëri, Edi Rama është legislativi, por është edhe narkos në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, ne do t'ju bëjmë thirrje shqiptarëve sot që të gjithë me datën 22 dhjetor, ditën e hënë, në ora 17 të vërshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një protest pa kthim, pa ndalim, një protest që do të jetë persistente. Pra nuk do jetë vetëm një protest, ne do të vazhdojmë ciklin e protestave derisa qeveria teknike të trokas në vendin tonë dhe të largohet narkosi dhe t'i hapet rrugë zgjedhjeve të lira, sepse jemi një vend, i vetmi vend në Europë që nuk zhvillojmë zgjedhje të lira, por zhvillojmë farsë. Dhe pas zgjedhje të lira, kuptoni një gjë, pas zgjedhje të lira, asgjë tjetër nuk ka kuptim dhe as demokracia, as pluralizmi. Zotë Nuk, a ju është kërkuar dorëheqja sot në mbledhje? Tani, unë po flas këtu për agendën e demokratëve dhe të opozitarëve. Ju po flisni për agenda jashtë partijake të cilat janë në shërbim të qeverisë. Por, sot dorëheqja vetme që kërkohet nga gjithkush në këtë vend është dorëheqja e Edi Ramës. Asgjë tjetër nuk e stabilizon Shqipërinë dhe asgjë tjetër nuk i stabilizon dhe nuk i qetëson shpirtrat e shqiptarëve të vjedhur, të dhënuar, të gjakosur, të shpopulluar dhe të varfruar. Tani, dorëheqja ime apo dikujt tjetër këtu qetëson vetëm një gjë, Edi Ramën dhe shërbëtorët e tij. Kjo është më se e qartë dhe më se evidente, sepse ky është një realitet. Janë shërbëtorët e Ramës ata që u kërkojnë dorëheqjen për firmat që janë dhënë për avokatin e popullit, ne kemi kërkuar ndjes. Kryetari, ju ndjeni përgjegjës? Të lutem, keni durim. Pra, keni durim, Partia Demokratike nëpërmjet kryetarit ka kërkuar ndjes publike dhe do ta sqarojmë këtë gjë. Sigurisht që kanë filluar dhe kanë kërkuar ndjes edhe shumë nga firmëtarët dhe ky proces po vazhdoi. Ndjesa është ndaj demokratëve, ndaj qytetarëve. Për çfarë është ndjesa? Ndjesa është për arsye se në ngutje ose në një moment emocional, kur ishte çështja bashkisë Tiranës, të lutem. Firmat janë dhënë në dhjetor. Ata mbaroj, po, prit. Më leni ta mbaroj. Jo, është gjë shumë e thjeshtë, sqaroj. 2 javë mbasi është anulluar. Keni parasysh, shumë njerëz, po them, shumë kolegë të mi, nën emocion, pse Shabari kishte ofruar si mbështetje ndaj kandidatit të përbashkët të opozitës, mbase janë ndikuar. Ervin Saliani pas mbledhjes së kryesisë quajti diskutime të frytshme, ndërsa nuk la pa përmendur dhe kërkesën e bërë ndaj Nokës për dorëheqje për çështjen e firmave të avokatit të popullit, duke i kujtuar kohën kur Bamir Topi u zgjedh president dhe në radhët e Partisë Socialiste pati largime për shkak se 6 deputet të majt votuan pro tij. Prej kohësh për pasur protesta dhe revolt. Nga ana tjetër, mbledhja e kryesisë më vjen mirë që në 4 orë pati protestë ndaj demokratëve që janë të pakënaqur dhe gjysmë ore protestë ndaj Ballukut. Po prapë në 22 mars protestë. Kërkoi dorëheqjen zotë Nokët? Çka kanë thënë mbledhja mbetet në mbledhje. Kërkoi dorëheqjen zotë Nokët? Ka mbetur. Çfarë kanë, shiko. Jeni akuzuar kjo mbledhje kundër jush? Suel Çelën në Elbasan, si është e vërteta? Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit, kështu që këto janë, nuk e di nga dalin, janë muhabete kot dhe pa diskutim që jam i keqardhur që mbledhja e kryesisë është vendosi komplet fokusin nga protesta tek diskutimet e brendshme. U kthyer në një mbledhje kundër jush? U kthyer në një mbledhje kundër jush? Jo, kishte mendime të ndryshme. Ajo që di t'ju them është që
do ecim përpara, çdo ndryshim nuk vjen pa sakrifica dhe pa reagime dhe pa përplasje, do vazhdojmë do të ecim përpara, çdo akuzë dhe çdo idiotësie do t'i përgjigjemi me fakte konkreta dhe me emra konkret, qoftë edhe budalliqe në I kam thënë gjithçka që kisha për të thënë në mbledhje. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Ju kujtoj një rast saktuar në zgjedhjen e ish-presidentit Bamir Topi, në momentin që 6 deputet të Partisë Socialiste votuan për presidentin e asaj kohe, pati dorëheqjet me njerëzime. Ne nuk mund të rrim peng I interesave personale dhe Zoti Saljani, të paktën 2 deputet. Me këtë që thatë, ju po bëni përgjegjës flamur nokën për mbledhjen e firmave ndaj Edi Shabanit? Shiko, unë po bëj përgjegjës drejtuesit e Partisë Demokratike për paqartësinë strategjike në vendimarrje caktuara, sepse kam folur në strukturë dhe tani nuk dua ta zhvendos vëmendjen. Kam folur brenda kryesisë, kështu që po ju le që të diskutoni. Siç ishte lajmëruar, Adriatik Lapaj dhe aktivistët e lëvizjes Shqipëria bëhet nisën protestën e tyre para kryeministrisë pas ditën e së shtunës rreth orës 17, por menjëherë kanë nisur përplasjen me policinë e shtetit. Protestuesit janë përleshur me efektivët, të cilët siç raportohet nuk lejojnë vendosjen e një gjeneratori aty. Policët janë përplasur me njerëzit e pranishëm në protestë dhe me vet Lapajn, siç shihet nga video e publikuar për I vet kreut të Shqipëria bëhet në llogarinë e tij në Facebook. Prej disa ditësh, Lapaj është vendosur para kryeministrisë dhe kërkon dorëheqjen e Edi Ramës, ndërsa u ka bërë thirrje njerëzve të bashkohen në këtë protestë. Një aksident I rënd ka ndodhur në orët e mbrëmjes së të shtunës në dalje të Fushkrujës. Një 18 vjeçar është përplasur fatalisht nga një automjet. Aksidenti ka ndodhur teksa I riu, po shtynte një automjet tjetër që ishte fikur në rrugë. Pas ngjarjes, drejtuesi I mjetit që shkaktoi aksidentin u vetë dorëzua në polici. Një aksident tragjik me pasojë vdekje në shënuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Libofsh të Fierit. Një burr ka humbur jetën teksa po punonte tokën e tij bujqësore me traktor. Sipas burimeve nga vendngjarja, dyshohet se gjatë procesit të punës, mjeti bujqësore ka goditur viktimën duke I shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Policia është njoftuar menjëherë dhe ka mbërritur në vendin e ngjarjes, ku po kryen dhe veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti tragjik. Aksidenti I rënd në aksin nacional Berat Lushnje në afërsi të fshatit Çukas. Mjeti tip Chevrolet ka përfunduar në kanalin kullues përgjatë rrugës. Drejtuesi I mjetit ka humbur kontrollin dhe përpasoj kanë përfunduar jashtë rruge. Në mjet ndodheshin 2 bashkëshort që udhëtonin drejt Tiranës. Është dashur ndërhyrja e zjarfikësve të Lushnjes, që ka bërë të mundur nxjerrjen e 2 personave, të cilët kanë marrë lëndime të rënda dhe janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjes. Policia në vend ngjarje po punon për dokumentimin e ngjarjes dhe disiplinimin e trafikut. Në gjendje të rëndë është bashkëshortja e drejtuesit të automjetit, një 70 vjeçare. Qyteza e Kuçovës nuk njihet vetëm për arin e zi, por edhe si një ndër qytetet ku është ndërtuar reparti ushtarak 3362 Kuçov, I cili dhe mbante emrin reparti 23 Peza. Ai u krijua si formacioni I parë I madh luftarak I forcave ajrore për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë. Vërthama e parë e këtij regjimenti u krijua me vendim të posaçëm, ku morën masa për përgatitjen e efektivit pilotë teknik për teknikën e re reaktive me të cilën do të pajisë reparti.
Krahas këtyre u morën masa për përgatitjen e ambienteve për pritjen e efektivit dhe teknikës. Pas përfundimit të përgatitjes së efektivit pilot e inxhiniero-teknik, regjimenti mori formën e plot, i gatshëm për kryerjen e detyrave. 15 maj 1955 është dita e krijimit të regjimentit. Me vendim të posaçëm të Kuvendit Popullor nr. 81, datë 6/11/1956, regjimenti titullozohet flamuri luftarak me mbishkrimin Regjimentit 23 të Aviacionit Gjuajtës Peza. Në janar të vitit 1956, në regjiment filloi përgatitja luftarake, e organizuar mbi bazën e një plazmimi të rregullt. Në maj të këtij viti, me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes, u krijua nën reparti i oficinës së mirëmbajtjes së aviacionit me komandant Daud Gurabardi, ndërkohë që një pjesë e pilotëve shkuan për studime për helikopter. Në korrik të vitit 1957, në këtë aerodrom ul për herë të parë avioni bombardues JI-28, i cili hyri në armatimin e aviacionit ton luftarak. Në dhjetor në Kuçov ulet një avion transporti anglez Skymaster me vendim të presidiumit të Kuvendit Popullor për kryerjen me sukses të kësaj detyre. U detyruan pilotët Kosta Dede dhe Mahmud Hysa, si dhe aviodrejtuesi Shoqëri Balla. Në muajin shtator 1959, regjimenti mori pjesë në stërvitjen me trupat e armatës në rajonin e Ersekës, dhe në muajin nëntor, regjimenti mori pjesë në paradën ushtarake me rastin e 15 vjetorit të çlirimit të Adeut. Në muajin prill të vitit 1961, për herë të parë filloi eksperimenti i karburantit të markës shqiptare, i prodhuar nga punonjësit e laboratorit të naftës me në krye inxhinierin Stefan Kagjini. Komandanti i regjimentit, piloti Niko Hoxha, me avionin 332, bëri provën e parë në ajër. Në vitin 1964, në vartësitë e regjimentit u krijuan 2 reparte të reja, batalioni i shërbimit të aerodromit dhe grupi i radiodritës. Në vitin 1965, krijohet skuadrilja e 3 reaktivo mësimore për përgatitjen e pilotëve, teknikëve të rinj me komandant pilotin Salih Dibra. Në fillim të vitit 1966, filluan punimet për ndërtimin e uzinës së riparimit të avionëve, ndërsa në muajin prill, reparti pajiset me një skuadrilje MiG-17. Në gusht të vitit 1975, eksperimentohet për herë të parë qitje natën me raketa, ndërsa në vitin 1977 për herë të parë eksperimentohet bombardimi nga fluturimi horizontal në lartësi të vogël. Në vitin 1979, në detyrën e komandantit të regjimentit emërohet Haril Arebi, në atë të komisarit Viktor Vangjeli. Po këtë vit, u vënë në gatishmëri për drejtimin luftarak të regjimentit vend komanda e kohës së luftës. Në paradën ajrore me rastin e 35 vjetorit të çlirimit të Adeut, reparti mori pjesë me 9 avion. Në mars të vitit 1981, me ndihmën e efektivit pilot dhe teknik të repartit, Kino Studio Shqipëria e Re, zhvilloi filmin artistik Gjurmë në kaltërsi, kushtuar armës së aviacionit, ku ndihmë konkrete dhanë pilotët Haril Arebi, Viktor Vangjeli, Agim Balili, Gjergji Spaho e të tjerë, duke kryer një sasi të madhe fluturimesh në funksion të filmit, si dhe duke organizuar dhe ndihmuar edhe në punë të tjera. Në vitin 1984, reparti emërohet Regjimenti 23 i Aviacionit Gjuajtës Bombardues, ndërsa në vitin 1985 dekorohet me urdhrin për shërbime të shquara në fushën e mbrojtjes. Pas viteve 90, baza nuk qëndroi më si bazë ajrore, ndërsa sot baza ajrore e Kuçovës është një bazë e NATO-s. Një natë më parë, sheshi Buzliqenit në Pogradec u mbush plot me qytetar për të festuar një natë magjike, plot atmosferë festive. Fytyra të qeshura dhe gëzim rinor, festa e verës dhe gështenjes tashmë një traditë e hershme, riktheu emocionin dhe shijen karakteristike të sezonit, ku stendat e panajirit ofruan gatime tradicionale të zonës dhe verëra vendase të njohura për cilësinë e tyre. Me veshje tradicionale, këngë të bukura dhe valle popullore, artist lokal ndezën skenën dhe zemrat e pjesëmarrësve, ndërsa qytetarët uronin njëri tjetrin, gëzuar verën e re. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe drejtues të institucioneve vendore, të cilët mbështetën nismën si pjesë e promovimit të turizmit dhe kulturës liqenore. Mbrëmja kulmoi me shfaqjen e dritës së hënës, që pasqyrohej mbi liçenin poetik të Pogradecit
ndërsa statuja e Lazgush Poradecit përshëndeste qytetin me hijeshinë e përhershme në një skenografi që vetëm ky qytet di ta dhurojë. Festa do të vazhdojë edhe në ditët në vijim si një kartolinë gjallë dimërore për të gjithë vizitorët dhe banorët. Festa është kthyer në një traditë të dashur që promovon jo vetëm prodhimet vendase, por edhe trashëgimin kulturore të zonës. Organizatorët u shprehen se çdo vit do të synohet ta zgjerojnë këtë festë më shumë pjesëmarrës deri si, po Gradeci dhe në ditët e ftofta të dhjetorit vazhdon të mbetet një pikë ngrohtë mikpritjeje dhe gëzimi. Bashkia Belshi dha startin festimeve të fundvitit me ndezjen e dritave të pemës së Krishtlindjes dhe Vitit të Ri në një atmosferë plot ngjyra, muzikë dhe emocion. Sheshi pranë liçenit u mbush me qytetarë të gjitha moshave, ndërsa fëmijët shijuan çaste magjike në dritat shumëngjyrëshe. Të pranishëm në këtë mbrëmje ishin dhe drejtues të bashkisë me në krye kryebashkiakun Arif Tafani, i cili përcolli urimet për një vit të ri të mbar për çdo familje belshqiake. Në ndriçimin që pasqyrohej mbi sipërfaqen liçenit, Belshi konfirmoi edhe një herë statusin e tij si një nga destinacionet më të bukura turistike të Shqipërisë. Kjo mbrëmje nuk ishte vetëm një simbol i nisjes së festave, por edhe një ftesë për të gjithë vizitorët që të zbulojnë magjinë e 84 liçeneve të zonës, natyrën, mikpritjen dhe atmosferën festive që Belshi di të dhurojë. Eventi vazhdon me muzikën live, valle popullore dhe këngë festive, ku të vegjëlit morën pjesë në aktivitete argëtuese të organizuara posaçërisht për ta. Atmosfera u bë edhe më e ngrohtë me ardhjen simbolike të babagjyshit që shpërndau dhurata për fëmijët. Belshi dhe këtë fundvit mbetet një shembull i gjallë i harmonisë mes traditës, natyrës dhe frymës festive. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim.